Zhvillimin e turizmit, kur urat që lidhin fshatrat apo do kaloj turisti, është në këtë gjendje. Nuk mund të pretendosh zhvillimin e turizmit në zonat malore, kur rruga që lidh 10 fshatra është në këtë gjendje. Prej 10 vitesh, banorët komuniteti kanë ngritur zërin, por në vesh të shurdhër. Investitori e din shumë mirë që në krye të herës se pa infrastrukturë rrugore, pa infrastrukturë energjetike, turizmi nuk mund të zhvillohet. Por ai syri nuk e ka pas të turizmi, e ka pas të pisha e zezë. Investitori automatikisht është bërë pronar edhe i kësaj pishe të zezë, e cila ka rreth 2 metër kub lëndrusore me një vlerë minimale 300 euro. Dhe si kjo pisha janë me qindra mira të tjera, të cilat në vitet 70-80 janë mbjellë nga baballarët tanë dhe tashmë përbëjnë një pasuri kombëtare. Ai ka 2 rrugë. Rruga e parë që ka e pret pishën e zezë dhe merr fitimet e veta, duke e lënë ose duke shkatruar komunitetit natyrën, por edhe turizmin. Nga ana tjetër është edhe një rrugë tjetër, kërkon nga kryeministri